Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama mbron në Londër emigrantët shqiptar në Britaninë e Madhe, ata punojnë dhe japin energji, kushdo që i prek duhet të mbyll gojën. Kreu i gjykatës së lartë Sokol Cadushi shpreh shqetësimin për ngadalësimin e reformës në drejtësi, problema akumulimi i dosjeve që presin të shqyrtohen. Shumica dhe opozita bien dakord për reformën zgjedhore, Partia Socialiste plotson kërkesat e Partisë Demokratike që kërkon edhe ndryshim sistemi. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Nga Londra, Kryeministri Edi Rama mbrojti me forcë emigrantët shqiptar që shpesh janë sulmuar nga politikanët britanik. Sipas tij, emigrantët në Angli po japin energji vendit, po punojnë shumë dhe po ofrojnë shërbime, duke qenë krenar si pjesë të gjithë shoqërisë. Ndaj sipas tij, kushdo që i prek ata duhet ta mbyll gojën. Migracioni masiv dhe në veçanti emigrantët shqiptar, për Kryeministrin Edi Rama nuk janë pengesë e Britanisë së Madhe. Nga Londra, teksa pritet të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit, kreu i qeverisë ironizoi deklaratat e mëparshme të bëra nga politikanët britanik për emigrantët, ndërsa pasqyroi dhe kontributin që ata japin çdo ditë. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po i jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë drejq goje e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë, përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë drejq goje. Me batuta, Kryeministri Edi Rama nuk la pas as deklaratat e politikanit britanik Nigel Farage. Kur bëhet fjalë për mikun tim të dashur, Nigel, e kam ftuar dhe më premtoi që do të vi. Më kërkoi një datë që përkoj me ditën tonë të pavarësisë dhe i thash që të gjej një datë tjetër, sepse do të duket shumë i vogël përpara heroit ton kombëtar. Nuk shoh asnjë problem kur vjen fjala për të bashkëpunuar me këdo dhe Farage nuk është problemi, por është një pasqyrë e problemeve të cilat qëndrojnë tjetër kund. Sa i përket procesit të integrimit, theksoi se Turia e Shqipërisë ka kapur ritme të shpejta. Ajo çfarë mund të them është që në përgjithësi ne po ecim më mirë se Europa. Qysh prej agresionit kundër Ukrainës, Europa u zgjua me zhurmë, por po bën edhe më të mirën e mundshme për ta përshpejtuar përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në BE. Gjatë fjalës së tij, kryeministri shprehu dhe mbështetje ndaj Kosovës, ku theksoi se për të përparuar, vendi duhet të harrojë Serbinë dhe të përmbushin çdo detyrë të dhënë nga ndërkombëtarët, sa i përket dialogut. Kreu i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi është paraqitur në prokurorinë e posaçme pas ditën e kësaj të martë. Burimet mund të ditur se ai ka dhënë shpjegime që lidhen me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Megjithatë, jashtë ambienteve të prokurorisë antikorrupsion, Tom Doshi u referua deklaratave të dikurshme të Erion Veliajt kur paraqitej në SPAK. Ai tha, mos u shqetësoni, asgjë nuk ka lidhje me mua, siç ka thënë edhe Erioni, kolegët pyesin edhe për gjëra që s'kan lidhje me ne. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Cadushi tha këtë të martë se reforma në drejtësi është ngadalësuar për shkak të mungesës së vullnetit të palëve për ta zbatuar atë deri në fund, ndërsa presidentja e Komisionit të Venecias gjatë konferencës së zhvilluar në Tiranë vlerësoi se Shqipëria ka bërë hapa madhor drejt reformimit të gjyqësorit. Sfidat e drejtësisë së re, rritja e numrit të dosjeve në gjykata dhe e më gjerë, u diskutua në konferencën 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria e Këshillit të Evropës dhe Komisioni i Venecias në Tiranë. Në ditën e saj të dytë, ku pjesë e tryezës ishin dhe përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Cadushi ngriti shqetësimin e ngadalësimit të reformës në drejtësi. Pavarësisht sfidave dhe pengesave, thelbi i saj mbetet i pandryshuar, sepse reforma nuk ka dështuar. Ajo është ngadalësuar nga mungesa e vullnetit për ta zbatuar me të njëjtin idealizëm dhe integritet me cilin u ndërtua. Ndonse pranoi se besimi i qytetarëve në drejtësi është përmirësuar, ai theksoi se ka ende nevojë për më shumë. Sot është koha të dëshmojmë se ky besim i ndërsjellë ka dhënë frytet e veta, se drejtësia shqiptare qëndron mbi themele të përbashkëta europiane me partnerët, me qëndrueshmërinë dhe me dinjitet. Drejtësia e vërtet nuk ndërtohet nga të tjerët për ne, por ndërtohet bashkë.
Megjithatë, vlerësimet nuk munguan. Presidentja e Komisionit të Venecias, Hana Suçoka, u shpreh se Shqipëria ka shënuar progres në këto reforma. Shqipëria ka bërë hap madhor drejt reformimit të gjyqësorit. Kjo është theksuar qartësisht në opinionin e Komisionit të Venecias të vitit 2016. Edhe komisioni ka përgëzuar autoritetet shqiptare si dhe ekspertët e komisionit të posaçëm në lidhje me përgatitjet e reformës kushtetuese për gjyqësorin. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja vuri në dukje ndihmën që kuvendi mund t'i japë gjyqësorit për të ulur numrin e dosjeve të prapambetura. Por në dijenin time janë 137.000 dosje që aktualisht janë në dyert e sistemit të drejtësisë, por sa i takon aspektit ligjor është edhe detyre kuvendit për të krijuar hapësirat e duhura për t'i dhënë një frymëmarrje sistemit drejtësisë për të ecur me stokun e dosjeve që kanë dispozicion. Gjatë aktivitetit u theksua dhe bashkëpunimi mes aktorëve politik dhe institucioneve për të krijuar një harmoni në luftën ndaj korrupsionit. Majoranca dhe opozita kanë kapërcyer ngërçin dhe kanë rënë dakord për reformën zgjedhore. Bashkëdrejtuesi i kësaj reforme, Damian Gjiknuri, tha se janë plotësuar të gjitha kërkesat e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Oerd Bylykbashi nënvizoi rëndësinë e vullnetit politik për të mos dështuar, teksa përsëriti nevojën për ndryshimin e sistemit elektoral. Javën e ardhshme pritet që Parlamenti t'i japë rrugë nisjes së reformës së re zgjedhore. Damian Gjiknuri, i cili do të drejtojë këtë reformë, nga ana e Partisë Socialiste lajmëroi se janë plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës për të pasur barazi antarësh e për të pasur asistencën e audierit të Komisionit Venecias. Ndaj gjithçka është gati që të nisë puna për këtë reformë. Shumica dhe opozita do ketë një përfaqësim të barabartë, por do të ketë përfaqësim edhe nga partitë e vogla, të cilat janë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, por që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare, por duke ruajtur një balans të pastër për sa i përket ekuilibrit shumicë edhe pakicë. Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste dhe Oerd Bylykbashi nga Partia Demokratike kanë rreth 2 dekada që punojnë për reforma zgjedhore. E të dy politikanët nuk e kanë fshehur skepticizmin për rrugën që kanë ndjekur reformat në vend. Nën kryetari i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi vuri në dukje se pa vullnetin politik për konsensus, edhe kjo reformë do të dështojë. Por fakti që ne mbas çdo palëzjedhje kryejmë reformë zgjedhore apo për shumë çështje të cilat janë pjesë e debatit politik i drejtohemi Komisionit Venecias, tregon që si pacient nuk vetë shërohemi, por kërkojmë gjithmonë një mjek. Çështja është, do të ketë vullnet politik dhe cili do të jetë procesi. Pra lista e çështjeve për të diskutuar është e gjatë, është e vlefshme, mund të ketë të tjera, por nëse procesi do të jetë i gabuar ai reformës zgjedhore. Në një parlament i cili nuk ka vullnetin politik, edhe kjo reformë zgjedhore mund të dështojë sërish. Kështu që kjo është pikë pyetje e madhe. A do të ketë vullnetin politik, që sot nuk është, dhe cili do të jetë procesi me cilën, pra do t'ja hedhim njëri tjetrin në fund, apo do të bashkëndajmë një reformë zgjedhore me synim për ta bërë mirë, por duke mbajtur përgjegjësi së bashku edhe për ato gjëra që kemi përmirë. Për opozitën, reforma elektorale duhet të ketë një prioritet, ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ne sot kemi një sistem zgjedhor i cili duhet hequr në mënyrë urgjente. Është kthyer në një nga elementet më toksik në raport me demokracinë dhe pluralizmin shqiptar. Partia Demokratike kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor për vitin 2020, kur Partia Socialiste shfrytëzoi djegjen e mandateve dhe ndryshoi kushtetutën duke hequr koalicione me listën e përbërë. Por deri më tani duket pothuaj e pamundur që PS të pranojë ndryshimin e një sistemi që ka siguruar Edi Ramës mandatin e 3 dhe të 4. Partia Demokratike ka vendosur të rikthejë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristanin. Të mërkurën mbyllet afati për aplikimin për 5 vendet vakante të Komisionit Rregullator në KQZ, e deri tani kanë aplikuar 6 kandidat. Bie në sy se kandidatët që kanë mbështetjen e Partisë Demokratike janë Helga Vukaj, që aktualisht është pjesë e rregullatorit, si dhe Arben Ristani, i cili ka qenë kryetari i KQZ-s në zgjedhjet e vitit 2011. Ndërsa mes kandidatëve që kanë mbështetjen e Partisë Socialiste, spikat Liriana Nano, e cila aktualisht është kryetare e Komisionit Rregullator, si dhe Dritan Cakaj, i cili gjithashtu është antar në këtë komision. Antari i 5 i Komisionit Rregullator ende mbetet i paqartë. Një prej emrave që përflitet dhe që ka mbështetjen e Partisë Socialiste është Bledar Skënderi, i cili ka qenë antar i KQZ-s deri në vitin 2020. Komisioni Rregullator ka 5 antar, 3 zgjidhen me mbështetjen e PS-s dhe 2 me mbështetjen e PD-s. Dhe nuk kemi asnjë ndëshkim krim zgjedhor.
Megjithse nuk ka ende një datë për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë pas pezullimit të 9 nëntorit nga kushtetusja, opozita ka nisur fushatën. Aktori i humorit Florian Binaj, që ka hyrë në garë, ka thënë se është kandidat i pavarur, por që mbështetet nga të gjitha partitë opozitare. Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj, nisi sot fushatën elektorale për kryeqytetin. Binaj zhvilloi një takim me përfaqësuesit e të gjitha partive opozitare, të cilat kanë vendosur të mbështesin aktorin e njohur të humorit në këtë garë kundër Partisë Socialiste dhe Ugerta Manastirliut. Mesazhi im është që ne jemi të gjithë së bashku dhe unë si kandidat i pavarur, fal mbështetjes të gjitha partive të opozitës, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të na bashkohen pa dallim partie, pa dallime tjera, sepse kjo është një çështje që i vlen shumë të gjithë qytetarëve. Binaj shpjegoi se ende nuk ka folur me kryetarin e partisë më të madhe të opozitës, Sali Berishën, por theksoi se është gati të takohet me të gjithë drejtuesit e forcave politike. Nuk kam folur me zotin Berisha, por dhe kam thënë që në daljet në terren në fushat do jem pa përfaqësimin e kryetarëve, por absolutisht jam i gatshëm të takoj çdo kryetar të partive të opozitës. Florian Binaj përsëriti se është një kandidat i pavarur e mbështetja partive opozitare nuk ndryshon asgjë. Siç e thash, jam një kandidat i pavarur, i mbështetur nga të gjitha partitë e opozitës. Dhe nëse ju e shihni si një lloj varësie fakti që mbështetja vjen jo vetëm nga Partia Demokratike, por nga të gjitha partitë të tjera, po jam i varur edhe nga Partia Mundësia, jam i varur nga Partia Nisma Thuri, edhe nga Shqipëria Bëhet, edhe nga Partia Agrare, nga të gjitha. Pavarësisht se Belind Klliçi është drejtuesi politik për Tiranën i Partisë Demokratike, në emër të partisë më të madhe të opozitës në takim ishte Ilir Ali Mehmeti, i cili është caktuar nga PD si koordinator për fushatën për Bashkinë e Tiranës. Dhoma Avokatisë ka lëshuar kritikën ndaj Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë. Max Haxhia ka deklaruar se nëse do të ketë raste si ai i Elbasanit, ku arrestua Ulian Bajrami, bojkoti i seancave mund të shkojë në disa muaj. Po më tepër nga organet e Kreu i dhomës së avokatisë Max Haxhia në një prononcim për media dënoi sërish të ashpër arrestimin e kolegut të tij në Elbasan Ulian Bajrami, pasi ky i fundit u përplas në sallën e gjyqit me prokurorin e çështjes. Në raste të tilla të përsëritura, Haxhia paralajmëroi bojkot disa mujor për të gjitha seancat gjyqësore. Që kupa është mbushur dhe po qëse do ketë një rast të tillë, po më tepër nga organet e drejtuese të sistemit të gjyqësor, po ju garantoj që do abandonohen të gjitha proceset dhe jo për një kohë, jo për një ditë, jo për një javë, po për muaj. Ndër të tjera, Haxhia shprehu kritika edhe për institucionet e drejtësisë si KLP apo KLG. Dhe jam shumë i keq ardhur nga organet e drejtuese të pushtetit gjyqësor, KLP-ja, KLG-ja dhe Inspektori i Lartë Drejtësisë që nuk kanë marrë asnjë kontakt. Edhe pse i kemi vënë në dieni në mënyrë zyrtare dhe shumë korrekte, nuk kanë bërë asnjë kontakt. Kjo tregon plogështinë, kjo tregon inaktivitetin e këtyre organeve. Nga ana tjetër, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet me iniciativë për rastin e ndalimit të avokatit Ulian Bajrami. Ky i fundit në një proces gjyqësor ju drejtua prokurorit të çështjes duke i thënë se do të merret personalisht me të duke e kallëzuar. Fjalët për hetuesin u përcollën si kërcënim. Pas kallëzimit në polici, avokati u arrestua. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu natën e mirë.